një 10 persona që i paske fondsat flakt që kanë dëshirë me të po ty në parlament. Edhe hajde që 10 vota disi me mëndzit i pas kanë qitë. Kujnaja qesin bre 100 vota, 200 vota, po kjo është vjedhe atashme që me të vërtita s'kjo imaginat. Në përqindra është mira. Po që ato po du me thonë, se limon për t'i qetë dikush 6.000 vota e 2.000-3.000. Po për zotin që atyne që kanë bu deputet me që ato vota, është mira ta në mënyrë, e tha dhe Alili, dhe me thonë një farë akti moral, me thonë jo faliminderit se nuk po bona deputet, edhe mund të rejkë, se edhe duhen me marrë pak përgjithësi, nuk është edhe shteti krejt salamadi me bo që ka dojnë. Me të vërtet hajgare po bëhet edhe me tënë shtetin, tënë procesin zgjedhor. I ka hup me integritet me gjitha. Jo, unë nuk e di, edhe po është edhe shumë ketë se po i njofim, edhe po janë edhe ftyrat njoftëna, kanë qenë deputet edhe ftyra njoftëna për publikun kosovar. Jo, mi kanë qitë pa vedijen time. Qështë i qetë dikush 2.000 vota, aty e 3.000? Po ka për pranvera se unë po them, i thash s'ka bre, se nuk jënë këta popstar që po këndojnë. Ose nuk jënë Rita Ora e Dua Lipa që po shkon po brohëri dikush mas tyne. Këta janë figura publike cilat merren me politikë. Bile me thonë drejtën dhe politikajt nuk janë heq fort të adhurum në shtetin tonë. Ka disa figura cilat kanë dalë mas luftë edhe i adhuroj njerës edhe ju shkojnë mbrapa, po do që i këshin marë votate që ishte bu një ngritja hatashme, do të bre me qenë sinqert, kusht i qetë 6.000 vota, 3.000, kusht rëmë si qetë as 100 vota dikosh, se ju 2-3.000 vota e 6.000. Po, kështu është kur merën vesh, kur jenë qytetet e vogla, edhe bojnë në Prizren allësh verësh në mes veti, kjo është pak edhe tërqisht i shkëm Prizrenit, se kanë po halësh verësh me vota, kështu që kanë thonë, ajde, po merem i vesh na këto, edhe jena kojshi edhe familjarë, edhe kështu edhe jënë ullje kanë bo pakës një varë trektije të votave. Ti ndimoj subjektit të, unë për ndimoj subjektit tem. Për këtë arsye thash edhe ma herët, nuk po rritën partit e vjetra se nuk po sjellin vota të reja. Po jesin tu i shkëmby votet ose tu ja marrë njëni tjetrit. E këto ftyrat e vjetra politike që qëndrojnë me vitet tona në politik, këta nuk bën me hup kur qysh. Këta nuk bën, për që ata edhe këta vjedhin mas shumëte. Se këta edhe e din sistemin dhe i njohin edhe komisionert edhe strukturën. Unë nuk e di, nuk është shumica këtyre njerëzve kanë edhe profesionet tjera, edhe mu tërhek kushtën për politike nuk është kur gjë. Se jeta vazhdan, ka dhe jetë pa politik, edhe rënohet shumë mirë, ka lënë sektorin privat, apo në publik, apo ku do qikime dhonë, po nuk i nevoj më marrë me politikë, se edhe dikur, këto figura dhe jënë hargju, shumica e tyne për pos këti zotit që ishte me 6.000 vota, që pajazitim duket në bjemnin, këta tjirë... Jo, Paqarizi. Paqarizi, kërkoj falje. është boj famë shumë. është boj famë shumë, se me të vërtet s'kemi dëgju 6.000 vota, që me pas qenë edhe Rita Ora si kish marrë Dua Lipa qaqmi mja qitë 6.000. Jo, ajo e kish marrë ndoshta ajo e kish marrë pa bondë një gjë. Absolutisht se nështë ta kishte pas fansat flakt mirë, po. Me të vërtet. Alila qashtu? Po. Se me qenë edhe Dua Lipa nështë ta i kish marrë vetë ato vote. Edhe ajo kish bondi qëka. Po thua? Po, 6.000 kish marrë pa pik problemi. Unë nuk dyshoj në drejtim, ama gjithsesi